Lëvizjave të vendosje nuk e ka një antar me libresë partije që synon të bëhet president. Por njësoj vlen edhe për dy partitë e tjera të mëdha tradicionale, PDK-n edhe LDK-n, që u konfirmua edhe nga takimi i mbrëmshëm që kisha me kryetarin e PDK-s Bedri Hamzën edhe sot me kryetarin e LDK-s Lubin Abdixhikun. Pra, ne si parti politike nuk kemi pasur kandidat nga radhët tona. Nuk është situatë e lehtë, por në vijim do të intensifikojmë bisedimet në mënyrë që ta kemi një zgjidhje për çështën e presidentit. Ne nuk kemi mbledhur nënshkrime për askë, për shkak se edhe në rast se ne i mbledhim nënshkrimet, po e theksoj edhe një herë, ne mund të mbërrim në rastin më të mirë teorik të numrit 66, i cili është aq larg numrit 80. Nuk e mbërrim dot. Prandaj, kot ne mund të nxjerrim kandidat.